Qysh me ndihmu? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ndihmoj vllau ton qoftë tjetë i padrejt ose qoftë nga ata që është bërë e padrejt. Me ndihmu musliman. Ka thonë ja Rasulullah, o dërguar e Allahut, se përket atij që është bërë e padrejt, dim s'më ndihmu. Janë gjithëm Kur'anin ndihmojnë. Qysh me ndihmu atij që bën padrejt? Ai po bën pa padrejt, qysh me ndihmu atij? Ka ndihma ndaj tij është me ka përdor mos më në padrejt. Para mendoni vëllai, subhanallahu, kjo është karriera për neve si lloj ma tepër një dëshirë që kena qenë me punë që është po para mendoni ti për shembull musliman si familje, për shembull, nëse baba në familje don djali me bujë ja kop dorën, selam. A thot djali që po mbërzihesh? Apo thot, jo thot, e kupton që baba i tij ka dërmë gjithë për dorë ato. Ka dërmë gjithë për dorë. Ose për shembull gruas më thon, s'ban kjo. Sot që po mbërzihesh, thot dikon, po rani mos më thon. Rani mos më thon apo. Apo se ka që thot, po rani mos më thon. Nga se kupton se burri ka këtë drejt me onë, nuk bën më bu këtë çështje. Apo nga se është raport i tillë. Kur kena me ngrit në ditën e shkolla, po, që kur vllahu ja kap dorën vllavut vet, çapo përzihesh. Po, jo po jeni në familje apo. Unë s'bën me këtu ti më bu këtë punë, nga se ti kur e bën është sikur se më bën apo. Ndoshta ne funksionon mirë ndara apo. Është problemi jam, është puna jam apo. Sa që shpesh era ndodh me pyet don pe xhamatit, o çish më ndiku kur e shoni vllau po keq, unë i them ato që po përzihesh. Vllai kanë nuk puna me besu, por që kur e di që u pyet reale, për diku që ka mund të dini këtë shkollë, një musliman mund diku unë s'po them për të mos pajtimit. A e ka marrë një mendim tulemave, ky mendim tulemave, tek e fundit është një farlloj hapësire toleruar për me punu ndryshe. Ama diçka që me ixhma me këtë mendimet e ulemave është e keq që punë që e bën. Përgojon për gibeti. A ka alim dyne zotë mustahab me bu gibet? S'ka kësa sunet. A i përgojan është i qare. Flet. E më po me thonë, ki frikë Allah në që më bënë kështu? Të që ka më përzisht i mua. Kjo nuk i këndë vëllës me këtë. Jo, se momentin kur ti më privan mu nga mundësia me të ndimu në ty me koni mirë, së mundë me kona vlasën për atërë. Pasë s'na vjë vëzlëku. Vëzlëku na duhet me ndihmu njëri tjetrit me më matë mirë. Në qofë se njëri tjetrit nuk ja lejëm këtë hapësirë, me ndihmu njëri tjetrit me më matë mirë, nuk mundë me konë vlasën të mirë atërë. Pra ndihma ndër vllazënore, na ndihmon me lejen e Allahut azza wa jalla. Që ti jemi vllazër më të mirë me vetëm. Me ndihmën keq ka kanë nevojë. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të jemi i angazhuar në kryerjen e një nevoje të një muslimani është më e dashur për mua se të mbetem në itikaf në xhami një muaj ditë atë. Sa e kanë përparësi. Një muslimani ka nevojë me ja kryer një punë. Më e dashur që ajo punë me kryer musliman, mëse më i keq. Për shkak të një dorë se më na i mbyllën në itikaf në xhami një muaj ditë. Ne këtu gjëra të thjeshta, nuk ka nevojë, më besoj që këto që po flasin për to, nuk kanë diçka të reja, ekskluzive, kurse kanë ani atë. Jo, na këtu i nim, edhe kanë dëgju, por kemi nevojë për një çështje më të sinqertë, më serioze për balltyne, që më të vërtet me funksionu tamam sikur se vllazëra.